Bushat? Tani me që jemi ke konkluzionet, unë kam zirë sa pika shpejt e shpejt. Para këto 2 muaj na surprizuan në i farë mënyre të gjithve me faktin e efektit surpriz që kryuan. Dhe me thënë, sidomos unë kam qenë nga ata njerëz që isha i bindur që ne vegetojmë në autokraci ku populli ka shumë vështirë të ngrihet. Tregoj që ka një mas të madhe njerëzish që ndryshe nga jo që thoshte Edi Rama dikur që juve nuk ju ngrefet, tregojnë që duan më shumë liri, demokraci, të drejta, barazi e tjerë dhe prandaj dalin rrugë. Efekti parë. Efekti dytë ishte që në një mënyrë shumë të abitshme e plaku, e zvogloj, e karikaturizoj fytyrën e këtij pushteti që është Edi Rama. Sot Edi Rama, i cili deri dje, siç tha Mërtiri, krahasoi me Berishën, sot krahasohet me qytetarët e vet. Dhe shikojni fjalorin, shikojni lëvizjet, shikojni dhunën, duket më keq se liderët komunistë byros politike në vitin 90. Në këtë kuptim, Edi Rama sot mund qëndrojnë karige, po është një lider pa diskur më politik. Është zombi, tash. Një njeri që do të gjej agent nga Irani, nga Rusia e tjerë. Akuzon qytetarët e vet për që shkojnë më shumë pas Iranit se pas kryeministit të tyre. Ndërkohë BBC-a, CNN-i dhe Guardian, Le Monde tregojnë histori tjetër nga ajo që do të na tregojë Edi Rama. E treta, plaku dhe ja humbi totalisht besueshmërinë një lloj kaste, po them intelektualo, se intelektuale është llafi madh dhe mediatike që qëndronte përreth Edi Ramës. Të gjithë ata që mbronin Edi Ramës, deri më sot e kanë mbrojtur që dëgjoj, ne s'duam Saliun. Pra, Edi Rama është i keq, po përballë alternativës Sali është më i pranueshëm. Sot, kur gjithë këto skalione mediatike të paguara nga lekët e Belindës e deri te lekët e inceneratorëve, treguan që janë dhe kundër protestës, u zverdhën dhe u zvorën në sytë e publikut se këta janë thjesht ushtarë të Edi Ramës. E katërta, kjo protest dhe ngjarjet për shembull si ato të sotmet, tregoj që jemi përballë një autokracie të dhunshme. Pra, kur shalonin ndru protestat e Lulbashës, kur shalonin ndru ata ke 5 maj, kur shalonin ndrut ata tunazës re, njerë thoshin është opozitë e vjetër, njerë zaptusit e pronave, njerë ata tokës zanon. Po kur ushtrojnë dhunë ndaj disa trive, që si që tharë Lindi, godasin me vezmë, maksimumit keqes që do bënin ata sot, do të çonin shoferin e deputetit atë ministrave të çonte makinën lavazh. Ka që ishte dëmi 10.000 lekë bën Shqipëri lavazhi më i shtrenjtë. Po ta lagë rrogën. Mund ta lash dhe me petë. Dhe të tregosh shkop gome, ti të reqesh njerëzit zvarr, ti fusësh me spraje me gaz lotësjellës vetëm se ka ndotur një makinë ministri, e kuptonit shtet përballë shtetit autoritar dhe të dhunshëm jeni. Dhe kjo e fundit nuk është vetëm episod. Dhe këtu e lidh me pyetjen tënde të fundit dhe mbarova që çfarë do ndodhi pas. Fakti i dhunës që po vjen duke u përshkallëzuar tregon që sado paqësore të jetë kjo protest, kur nuk do ketë një zgjidhje paqësore të kësaj krize. Se një shtet i dhunshëm, i cili nuk e ka problemin me Saliun, siç thot Mërtiri, po unë mendoj që Edi Rama e ka problemin me veten. Jo, po them që Saliu e mban, nuk është problemi. Nuk e mban Saliu. Saliu është e mira Rama. Mban frika nga burgu. Edi Rama i 2 gjëra. O karrige kryeministri, o pranerion Veliajt. Dhe prandaj deri ditën e tij të fundit do ushtroj dhunë. Edi Rama ja ka hequr kësaj proteste çdo mundësi për zgjidhje paqësore të krizës në Shqipëri. Kështu që në këtë pikë unë nuk jam optimist që do ketë një zgjidhje demokratike të lirë paqësore. Që nuk e mban Edi Rama, sinqerisht e kam. Ore, këtu s'ka probleme Saliun fare tani. Këtu e pra probleme qytetarë. Nuk e mban ai thua ti.
E mbaj dhe unë mo, po duash ti. Jo, nuk por, e ti, mo, se tu po e ta ka mbanje problem, ti- jo, s'ka Nuk do rëndësi, ishte, mo, jo unë. do mo. ishte. Po a Saliu Jo, pra. ne- Po ta mbanje ti, do ishte. Ajo protestës dhe kundër Saliut. që po them- Sot, Jo, se kemi në formë replike. protesta ja thjesht konkluzione protesta dhe- tregoj Jo, që po se është kemi kohën shumë. që është populli kundër autokratit. Kundër autokratit mund t'jem dhe unë, Qartë, dhe qartë, Nardnoka, dhe kushdoj, por është populli kundër autokratit. ai ka- Të gjithë faktorët Po e tjerë flasim janë për kot. njëri tani elefanti që është ullur në dhomën e madhe të opozitës. Ore s'ka punë Dhe elefant. ka opozitën, dhe nuk në një vënd, elefanti nuk e lë po të fare ishim- qorin që kenë krah dhe po zotrin të tjetër ishim- këtu, po të agronin, ishim vënd- nuk i lë fare elefanti të hynë. Po të ishim Bën vënd- dhe kodin elektoral si që do elefanti, bashkë me dramën, Të gjitha. edhe i merë këta i hedhë në... Të gjitha. rrugë. Po të ishim një vënd këtë po themi. minimalisht demokratik, me skandalin Erion Velia, Si e mos je? me skandalin Balluku, Nuk dhe jem. me ata njerëz shesh Rama duhet tikte. Po, pra. Kështu që Rama nuk i bindet popullit vetë, nuk është se po e ndihmon Saliu unë apo ti. Rama ka një problem me Nuk popull. ka për tik me qef Rama. Rama detyrohet tik. Po Protestat do ta vendosin në atë krizë Rama që mos qëndroj dot, kjo është pyetja. Ti ju lutem. Dhe unë them që Ja. Saliu e mban sepse shkatron mundësinë që ta vendosën krizë qeverinë. Kjo është Pushet? Edhe unë mendoj që duke parë nga jashtë që protesta ka rënë, ka rreth 2 javë që ka rënë, dyshoj që protestat që kanë një kurbrënje mund të rindizen për të kapur pikën e tyre më Që ka të ndodhur në lartë. Beograd dy qëtë. Po, është një shembull Pojtë. Beograd, por ama ka një rëndësi që nuk ka rëndësi mund mos ndizet në tetor, ishte një protest që njerëzve ju hoqi frikën dhe kuptuan që janë shumicë që janë kundër kësaj klase politike. Dhe mund të ndodhi jo në shtator, po në nëntor, një filiz i vogël, një gjë e vogël, dhe njerëzit janë të gatshëm se Pra për të parë, janë shumicë që janë kundër kësaj gjëje dhe mund të bëhen tashmë shumë kollaj. Pra, frika është thyer dhe kjo që suksesi më i madh mendoj. ndërruar të shikues, kjo ishte pjesa e parë e emisionit, që situash një farë konkluzioni për 54 ditë, gati 2 muaj pa pak ditë, ku prerë të parë në historinë e këtij vendi, ndoshta prerë të parë, njerëzit dalin pa një kështu koke, pa një... Pra dalin në mënyrë të vetëvetishme dhe në mënyrë të çuditshme, mund të themi për vendin tonë, jo se s'ka asgjë të çuditshme, por edhe befasuese për qeverinë, po befasuese edhe për këtë opozitë, të cilët u gjendën krejtësisht të paprgatitur për të parë, jo opozita ju e grun, se ju jeni atje bashkë me këta e dita, po opozita që kemi si klasike, plus pushtetit të cilët ende nuk e kanë lexuar dhe nuk duan ta lexojnë këtë protestë. Unë falenderoj shumë që më ndihmuat në mbrëmjen e sotme, zoti Agron, zoti Qori dhe 2 kolegët e mi. Në pjesën e dytë unë kam thirrur dhe do të vinë tani ata, ekspertë, gazetarë dhe ekspertë njohur për kush e vrau euron, se është vrarë euro fare Agron. Shmarë pushka dhe është ekzekutuar paraja. Pra atje paraja që është të vendi ku do vem ne, ku duam të vem.